Ne në vitet e fundit kemi parë një ekonomi e cila rritet me dinamizëm, një ekonomi që është rritur mesatarisht me 4% nga viti në vit, një ekonomi në të cilën çdo vit numri i sipërmarrjeve rritet me norma dyshifrore, vetëm në 6 muajin e parë të vitit ne kemi rreth 12.000 sipërmarrje të reja. Në vitin e kaluar kemi pasur 25.000 sipërmarrje të reja. Dhe këto numra nuk janë numra të ftohta, të cilat tregojnë vetëm shifra makroekonomike. Numrat e rritjes për sipërmarrjes na tregojnë që ka besim që ekonomia do të vazhdojë të rritet, ka besim që ne do të vazhdojmë të mbështesim sipërmarrjen, ka potencial për të rritur punësimin, ka potencial për të rritur të ardhurat dhe ka vizion për të arritur tregje. Procesi ynë i integrimit evropian është një proces i cili na jep të gjithëve ne një mundësi të jashtëzakonshme për të arritur një treg me 450 milion banor. Po kjo nuk bëhet vetëm. Vizioni ynë për të mbështetur sipërmarrjen është një vizion afatgjatë, ku ne duam të jemi partner i rritjes në investime në çdo biznes, në çdo cep të Shqipërisë. Dhe prandaj ky program është ndërtuar bazuar në nevojat të tregu kishte. Pasi financimi dhe aksesi në financa është një instrument thelbësor për zhvillimin e investimeve. Ne e nisëm duke pyetur sipërmarrësit se kush ishin problematikat e financimit. Dhe sigurisht që ndër problematikat kryesore ishte norma e lartë e interesit, ishte kolaterali dhe gjithashtu ishte madhësia e biznesit. Dhe për këtë ne ndërtuam një program në bashkëpunim me sektorin bankar, në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë, i cili i përgjigjet nevojave të gjitha sipërmarrjeve. Ne duam që të japim mundësi çdo sipërmarrësi shqiptar që të zgjerojë aktivitetin e vet, me qëllim që të rrisë produktivitetin, të arrijë standardet të cilat janë të kërkuara për të arritur tregjet ndërkombëtare, pasi ne besojmë fort që duke fuqizuar eksportet, ne do të arrijmë që të kemi një vlerë të shtuar të rritur në vend dhe një rritje ekonomike të qëndrueshme. Sigurisht, si thash më parë, kjo përkthehet në të ardhura më të larta, në më shumë punësim, pra nuk lidhet vetëm me sipërmarrjen në vetvete, por lidhet me rritjen e mirëqenies së popullatës në përgjithësi. Ky nuk është instrumenti vetëm që ne do të ndërtojmë me qëllim suportin e biznesit në procesin e Bashkimit Evropian, po besojmë fort që nëpërmjet rritjes së financimit, nëpërmjet kredisë, ne do të arrijmë qëllimet tona afatmesme. Kredia në fakt është rritur për sipërmarrjen me norma dyshifrore. Vitet e fundit është rritur me 15%, që do të thotë që ka pasur më shumë financime në dispozicion e megjithatë vetëm 26% e kredisë për biznesin shkon tek ndërmarrjet e mesme dhe të vogla. Janë ndërmarrjet e mesme dhe të vogla që neve duam të mbështesim me këtë program, pasi ato në fakt janë 99% e ndërmarrjeve të aktive në Shqipëri, përbëjnë mbi 80% të punësimit, mbi 70% të ardhurave, të vlerës së shtuar, pra kanë një kontribut jashtëzakonisht të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik. Ndaj të duhem fuqizuar, ndaj dhe duhem fuqizuar në drejtim të automatizimit, në drejtim të inovacionit. Këto sipërmarrje janë dinamike, kanë dëshirë, kanë vullnet dhe tashmë kanë dhe financim. Unë uroj shumë që nga sot të gjithë bizneset, të cilët në fakt gjatë muajve të fundit kanë pasur një interes të jashtëzakonshëm për këtë produkt, të drejtohen pranë sporteleve të bankave dhe të pyesin për programin të fshehtë sipërmarrjen tënde. Dhe jemi këtu pa diskutim me të gjithë partnerët për të garantuar që produkti do të jetë aty për për të gjithë sektorët e mbështetjes me një vlerë financimi deri në 2 milion euro, me një afat maturiteti deri në 10 vite dhe me një normë interesi nga 2 deri në 3%, duke qenë se qeveria shqiptare mbulon deri në 70% të kolateralit. Shumë faleminderit për pjesëmarrjen sot këtu dhe unë do doja të kaloja fjalën guvernatorit të bankës, i cili në fakt ka dhënë një kontribut të madh në këtë produkt, duke vënë në dispozicion një vlerë financimi prej 250 milionë eurosh.